Këngëtare e njohur e muzikës popullore shqiptare Shëretë Beluli së fundmi ka treguar një anë më të ndjeshme të jetës së saj. Ajo ka rrëfyer se periudha kur fëmijët e saj ishin të vegjël ka qenë shumë e vështirë për të, pasi angazhimet si këngëtare e mbanin shpesh larg shtëpisë dhe larg të vegjëlve të tyre. Kam qenë shpesh në koncerte, ahengje, dasma dhe më ka ndjekur zemra kur i lija në gjumë dhe kthehesha i gjeja përsëri në gjumë. Shëretë Beluli ka treguar se gjithmonë ka ndjerë një faj, por edhe një motivim të madh që do të punonte për të ardhmen. Kjo ndjeshmëri vetëm sa e ka forcuar lidhjen e saj me fëmijët, të cilët sot janë rritur dhe shpesh e shoqërojnë edhe në skenë. Nga ana tjetër na duhet të rikujtojmë se Shëretë Beluli është gjithmonë pranë fansave të saj, duke i përditësuar në çdo moment për çdo ndodhi të jetës së saj.